Ndërruar shikues, mirë mbrëma dhe mirë se takohemi në këtë edicion të emisionit Business Plus, ku pa dyshim do të trajtojmë disa nga temat më aktuale ekonomike në vendin tonë. Sot të ftuar në studio e kemi Ministrin e Ekonomisë dhe Punës, zoti Besar Durmishin. Mirë mbrëma dhe mirë se na erdhët në emisionin tonë. Mirë se vjen. Kënaqësi të marr pjesë në emisionin tuaj. Zoti Durmishi, kemi një agjendë të mbushur me zhvillime ekonomike kohës fundit, marr parasysh trendet globale, ndikimet e jashtme në ekonominë tonë, hapjen e vendeve të reja të punës, ngritje të çmimeve, shumë tjera që do të diskutojmë sonte. Mirë po, një nga platformat që ju si Ministria e Ekonomisë dhe Punës keni prezantuar dhe po angazhoheni është ajo për mbrojtje të punësuarve. Çka parashen në aspekt kjo platformë digjitale për mbrojtjen e të punësuarve? Po, fillimisht faleminderit për ftesën. Ashtu siç e potencuat edhe ju, domethënë është një projekt i cili ka nisur dhe që do të përfundon në bazë të gjitha analizave dhe parametrave në vitin 2028, ku parashe, domethënë është një platformë drejt mjedisit të sigurt dhe të shëndetshëm për punëtorët, e cila mbështetet apo përkrahet nga organizata ndërkombëtare e punës dhe financiarisht përkrahet nga Bashkimi Evropian. Ndryshim i cili do të pëson jo vetëm ndryshim ligjor, por edhe mekanizma digital që të arrijmë të mbrojmë dhe të sigurojmë mjedis të shëndetshëm për punëtorët cilët punojnë në kompani private apo ato shtetërore. Arsye se pse zgjat, domethënë për 4 vite, është që nuk bëhet vetëm ndryshimi i ligjit në letër, sepse ato janë procedura administrative të cilët do të ndodhin brenda një periudhë 3 deri në 6 muaj, ndryshon ligji dhe më pastaj duhet zbatohet është formë e letrës dhe vendimeve institucionale, por projekti do të zgjat pak më gjatë pasi që do të mbështetet edhe me digitalizim, edhe me mekanizma digital, do të mbështetet edhe me inspektime të forta që të sigurohet digniteti, të sigurohet siguria e punëtorit në punë, çfarëdo smundje që mund të ketë apo pasojë që mund të ketë gjatë profesionit cilin e ushtron, sepse është edhe një e drejtë themelore ligjore që duhet të siguron vendi ynë për të gjithë punëtorët, po ashtu edhe e drejtë apo po ashtu edhe bazë morale ku nisemi nga vetvetja që gjithë punëtorët duhet të jenë të sigurt në vendin e punës. Kjo në një farë forme do të nënkuptonte sigurinë në aspekt social dhe shëndetësor, sigurinë nga mashtrimet, me siguri që do të përfshin edhe kompanitë private, duke mos lejuar që punëtorët të malltretohet në aspekt në atë që nuk e mbron ligji. Po, domethënë atë që përmendë që nuk është vetëm ndryshimi ligjit që do të bëhen apo harmonizimi i ligjit me cilat i kërkon Bashkimi Evropian, sepse financiarisht ky projekt mbështetet nga Bashkimi Evropian dhe nga Organizata Ndërkombëtare e Punës, por është edhe mekanizmat të cilët do të shkojnë paralelisht me ndryshimet e ligjit që një lloj forme të jetë një projekt i cili do t'ju shërbejë të gjithë atyre qytetarëve të cilët janë nëpër vendet e tyre të punës. Zoti Durmishi, ligji është shumë i mirë të jetë për mbrojtje të punëtorëve, ka nevojë punëtorë që të mbrohen, pasi që ne kemi edhe një komision ku janë ankesat e punëtorëve, të cilët ankesat janë shumë, domethënë nga kompani private, por edhe në institucione shtetërore nuk përjashtohen ato gjëra. Tani jemi në një vasht ku po kemi edhe një mungesë të madhe të fuqisë punëtore, domethënë. Brenda vendet jemi diku me 10.000 vende të lira të punës që nuk konkuron askush, nga ana tjetër kemi në vende në enti për punësim, kemi mijëra qytetarë të cilët kërkojnë punë, biznese kërkojnë rritje të kvotës. A mund të ketë ekonomi jo formale në këtë aspekt dhe çfarë do të bëni për ta ulur ekonominë jo formale sa i përket numrit të punësuar? Domethënë dy forma, e para me stimulim, domethënë që të luftojmë ekonominë jo formale, dhe e dyta me kontrolle më të rrepta dhe më të shpeshta, target cilin ne kemi arritur në krahasim me vitet paraprake. Kemi bërë analizë, domethënë nga qershori i vitit 2024 deri në qershor të vitit 2025, Inspektoriati i Punës, domethënë ka bërë mbi 16.000 kontrolle, që është një rritje prej dukundit e mbi 200% në krahasim me vitet paraprake, dhe janë evidentuar mbi 543 punëtorë, të cilët nuk kanë qenë të
regjistruar në vendin e punës në cilin kanë punuar dhe normalisht që ndaj atyre kompanive private janë marrur masa nga Inspektorati i Punës, domethënë janë shënuar gjoba administrative ku sanksione dhe është dashur që ato të vendosen në vendin e punës me dokumentacion të paraqiten, të përmbushin të gjithë normat dhe të kenë edhe sigurimin shëndetësor, pensional e kështu me radhë. Së pari, domethënë, për skaj këtyre kontrollave, domethënë të rreth të cilën i bëjmë, nga 1 janari vitit që vjen do të hyjë në fuqinë ligji për përkrahje financiare të investitorëve, ku çdo kompani private e cila do të punëson një punëtor dhe do të ketë pagë, do ta paguajë me pagë më të lartë se paga mesatare atë punëtor, 20% e pagës neto do të mbulohet nga ky ligj që i bie dukundit mbi 4.000 euro nëse shkon në komplet vitin kalendarik dhe ai punëtor e merr atë pagë të cilën do e paguaj kompania. Së dyti shkohet nëpërmjet planit operativ. E dini që ka qenë një plan i cili këtë vit ka pasur një interesim të jashtëzakonshëm, ku kanë aplikuar mbi 16.000 qytetarë bashkërisht me gjithë kompanitë, edhe për vetpunësim, edhe për 2 persona të cilët duhen të hapin kompani, po ashtu edhe kompanitë të cilët kanë dashur që të arrisin numrin e punëtorëve. Në njërën anë, domethënë, do të kemi kontrolle, ndërsa në anën tjetër do të kemi stimulim. Nga Bashkimi Evropian, e dini që në raportin e Bashkimit Evropian për këtë vit, Ministria e Ekonomisë dhe Punës ka pasur progres sa i përket kësaj fushë, sa i përket kontrollave nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut, ku që të dy këta inspektorate kanë rritur kontrollën në numër më të madh në krahasim me vitet e kaluara. E përmenda që mbi 100% ka arritje vetëm të Inspektorati i Punës, po ashtu ka edhe të Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe janë shënuar gjoba, janë shënuar dënime administrative ku është dashur kompanitë që ti bëjnë, të mbulojnë, të paguajnë ato gjoba dhe të respektojnë ligjin. Zoti Durimishi, përmendët që do të mbuloni një pjesë të pagës neto për ata të cilët do të japin nga 1 janari vitit të ardhshëm, do të japin pagë mbi pagën mesatare për kompanitë private. Nga ana tjetër e përmendet edhe mbështetjen nga plani operativ për startup apo për kompani të vogla të cilët do të subvencionohen nga ana e shtetit me afat 2 vjeçar, me kosto të pakthyeshme dhe pastaj do të mund të shihet ecja e atyre bizneseve. Në opinion shumë herë diskutohet kjo çështje kur flitet për plane operative, për startupe, si një shumë prej 10.000 euro, 15.000 euro, apo diçka tjetër, cila ide mund të jetë ajo që me 15.000 euro mund të bësh një biznes, jashta tregtisë, do thotë sfera e tregtisë, nëse futemi pasi që tregtia apo shitja, blerja dhe shitja nga vendet e huaja dhe në vendin tonë, ajo është gjëja vetëm që ju shkon ndërmend njerëzve, ndërsa nga ana tjetër shumica aludojnë që kjo masë është thjesht për ata të cilët kanë biznese për të formalizuar bizneset e tyre dhe të mos funksionojnë në ekonomi ngri apo të mos janë kompani të pa evidentueshme, nëse se si shtet ne kemi një kompani apo e shohim që ka një biznes aktual dhe me këta 10.000 euro apo 15.000 euro që jep shteti do ta legalizojë atë, cili është do thot efekti në të ardhmen? Po, efekti në të ardhmen është që do të filloj që të paguaj tatim shtetit, do duhet që vetë të punësohet, po ashtu edhe të rrit numrin e punëtorëve ku do të paguaj kontribute për veten e tij, po ashtu edhe për punëtorin cilin e merr, që sa më e vogël të jetë ekonomia agri apo jo formale, aq më shumë prosperitet, aq më shumë mirëqenie kanë qytetarët, aq më shumë rritet standardi jetësor i qytetarëve, fillon sistemi të funksionojë dhe normalisht që vihen sendet në binar dhe gjithçka ec sipas planit. Me syrin ton, besoj edhe ju, por edhe unë, nëse e bëjmë një xhiro rreth qytetit Shkupit apo çdo qytet tjetër, do të mund të vrehen, do të thotë ndoshta ata bizneset të cilat nuk janë të legalizuara dhe nuk janë të formalizuara. Numri inspektorëve keni thënë që inspektimeve është të rritur. Sa ka nevojë vendi ynë për të rritur numrin e inspektimeve dhe për ta formalizuar gjithë këtë ekonomi gri dhe ikje statimeve, padyshim. Atë që e thash edhe kërkesa nga agenda e rritjes apo
zhvillimit ashtu siç është Bashkimi Evropian, domethënë në këtë fushë, domethënë kemi marrë me notë pozitive që kemi arritur ta përmbushim kërkesën cilën ata e kanë, ku kemi rritur numrin e inspektimeve nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe nga Inspektorati Shtetëror i Tregut. E përmenda që mbi 16.000 inspektime janë bërë nga Inspektorati Shtetëror i Punës, mbi 200% është rrit në krahasim me vitet paraprake dhe janë evidentuar, domethënë 543 punëtorë të cilët nuk janë të regjistruar dhe normalisht që ndaj atyre është marrë masa ku janë vendosur edhe gjoba dhe nga Inspektorati Shtetëror i Tregut, po ashtu kemi mbi 20.000 kontrole të bërë brenda vitit kalendarik, ku është rritur po ashtu dukshëm numri i kontroleve në krahasim me vitin paraprak dhe janë shënuar mbi 300 gjoba për ata tregtar apo operator ekonomik të cilët nuk e respektojnë ligjin dhe janë evidentuar edhe aty mbi 18 operator ekonomik të cilët nuk janë të regjistruar në regjistrin qendror dhe nuk funksionojnë, ku po ashtu ato operator u është ndërprer funksionimi apo zhvillimi i tregut cilin e kanë bërë më përpara dhe këto kontrole do të vazhdojnë edhe do të rriten edhe në vitin që vjen dhe e shfrytëzoj mundësinë edhe këtu nga emisioni juaj që t'ju bëj ftesë të gjithë atyre qytetarëve të cilët funksionojnë dhe kanë një biznes të tyre që të kenë në mënyrë formale, të mos funksionojnë në ekonominë gri, të arrijnë të jenë të regjistruar, të paguajnë kontribute, sepse në fund të ditës shteti, pushteti qendror, pushteti lokal janë ata të cilët mbaren prej këtyre tatimeve të këtyre kompanive dhe gjitha ato të mira publike të cilët bëhen, gjitha ato investime bëhen si pasojë e mjeteve të cilët mblidhen në arkën shtetërore apo lokale nga këta kompani të cilët gravitojnë. E dini që kanë taksat të cilët u paguajnë edhe komunave dhe me ato para të arrin që të investojnë në rrugë, në infrastrukturë, në shkolla, në qertë, në të mirë publike, domethënë është një ciklus, është një zinxhir i cili funksionon dhe sa më i drejtë dhe sa më efikas të jetë, aq më mirë do të jetë për qytetarët ta. A mund të jetë edhe kjo njëra nga kërkesat në fondin pensional dhe invalidor që kemi një nga shifrat më të mëdha, 1.9 miliard euro do shkojnë vitin tjetër, a janë edhe ngarkesë edhe këta, të cilët qëndrojnë të palegalizuar, qëndrojnë në ekonominë jo formale, ndërkohë nga ana tjetër ka raste që janë të evidentuara që shfrytëzojnë ndihma sociale nga ana e shtetit. Domethënë fondi pensional dhe fondi shëndetësor të ardhurat të cilët i kanë pikërisht nga punëtorët të cilët punojnë, edhe pensionistët, domethënë pensionet e tyre i marrin nga këta të ardhura, vetëm që normalisht ka një institucion që duhet të menaxhon edhe të ketë të dhënat e gjithë pensionistëve dhe normalisht duhet të shkojnë në një vend të caktuar ata mjete. Pikërisht, domethënë, kjo është edhe arsyeja që ne e luftojmë, domethënë, ekonominë jo formale që përqindja të jetë sa më e ulët, që të arrijmë, domethënë, atë që përmenda që në fillim që është një zinxhir i cili duhet që të funksionon dhe kur ai zinxhir që në fillim që domethënë që në start nuk është si duhet apo shkon në ekonominë gri dhe nuk ka shteti nuk gjeneron të hyra nga këta kompani, normalisht që shkaktohet krizë. Një nga përgjegjësitë e Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës është edhe stimulimi apo mbështetja e kompanive të vogla dhe të mesme. Mirë po kohës fundit kompanitë e vogla dhe të mesme sa i përket ndarjes vaucherëve nga qeveria 15.000 e diçka denar që ishte ajo për të bler vaucher, kishte disa kushte që kompanitë e vogla dhe të mesme, kompanitë e vogla gjithsesi ishin të diskriminuara pasi që ata nuk mund të ishin shitës të këtyre tabletave për arsye se lipeshin disa nga kushtet aty. Çfarë bëhet ju do thotë për të mos e cënuar këtë gjë? Realisht aty kushtet të cilët janë caktuar me informacionin cilin e kam, pasi që nuk është në domenin apo në resorin, nuk është zhvilluar dhe nuk është realizuar nëpërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës dhe nuk e kam, domethënë, nga brenda, po informacionin cilët i kam është që nuk janë vendosur kushte që ndokush të diskriminohet, por përkundrazi që të ketë tablet cilësor për studentët tanë.
kushtet kanë qenë transparente, kanë qenë publike domethënë, dhe gjithë ata të cilët i kanë plotësuar, ka patur ankesa nga bizneset e vogla që janë të diskriminuara në këtë aspekt? Po deri tek pasi që nuk është zhvilluar procesi nga domeni im, nga Ministria e Ekonomisë, nuk normalisht që ankesat kanë shkuar, nëse ka pasur ankesat e tilla, kanë shkuar tek ai resor i cili është marrë me këtë nga ana tjetër kompetenca për të mbrojtur kompanitë e vogla dhe të mesme, a duhet të kalon këtë pjesën nëse kush e organizon dhe kush i shpërndon vaucherët, gjithsesi ju duhet të përfshiheni në nivel total. Domethënë prokurimi publik nëse ka pasur keq shpërdorim apo nëse kushtet janë vendosur ashtu siç pretendojnë, domethënë ka organ të posaçëm ku ata ankohen dhe ku mundet që të marrin domethënë përgjigje, apo nëse ka një diçka të tillë, normalisht që institucionet relevante duhet të vijnë në funksion edhe të reagojnë, por unë e përmenda që në fillim informacionin cilin e kam që gjithçka ka qenë transparente dhe kushtet janë vendosur që tabletet të cilët do të mbrijnë në dorët e studentëve të jenë cilësor, jo për të diskriminuar ndonjë, janë kushtet të cilët i ka kërkuar edhe Bashkimi Evropian të plotësohen, që të sigurohen që studentët të kenë tabletë cilësor. Zoti Durmishe, në vitin e kaluar, nga resori juaj, por edhe i gjithë qeverisë, ishte një pikpamje apo një vazhdim e atyre masave të cilët mirëshin sa i përket ndërhyrjeve në kufizim të margjës fitimit, në ngrirje të çmimeve. E dim arsyet se përse ndodhin këta masa, do të thotë nga rritja apo eskalimi i çmimeve, ndoshta në periudha të pacaktuara dhe të paditshme për qytetarët, se nga çka po rrjedhin këto rritje të çmimeve, kishte ngrirje të çmimeve, kishte kufizime të margjës së fitimit. Këtë vit a ka ndonjë masë të tillë kur e dim se zakonisht këto bëheshin në prag të festave, në prag të vitit, fillim vitit shkollor, sikur që ishte tash para pak kohësh, çfarë pritet në këtë periudhë, pasi që e shohim përsëri një devalvim të çmimeve në mënyrë të pabazë dhe rritja enorme të tyre? Vitin që shkohi, edhe Komisioni për Mbrojtje të Konkurrencës e dini që ka bërë edhe publike, që hasi 4 kompani tepër të mëdha të cilat shesin artikuj ushqimor dhe jo ushqimor me paket, kanë bërë marrëveshje mes tyre me një dhomë tregtarësh që të rrisin çmimet, dhe më thonë në mënyrë kartel kanë vendosur që të rrisin çmimet dhe më pastaj të kontrollojnë apo të diktojnë gjithë tregtarët dhe gjithë çmimet e artikujve ushqimor, cilët këta i kanë rritur me pa të drejtë dhe pa bazë ekonomike. Ne këtë informacion nuk e kemi pasur dhe për këta, domethënë është venduar gjop prej 50.000 euro për ata 4 tregtar dhe dikun 18.000 euro mos gaboj për atë dhomën e tregtarëve. Procedurat administrative nëpërmjet organeve gjithësore vazhdojnë dhe sa i përket vitit të kaluar kemi sjellur jo ngrirje të çmimeve, masat të cilat kanë bërë për kufizimin e marzhës të tregtisë me pakic në 5 dhe në të tregtisë me shumicë në 10%, kemi vendosur marzhë të fitimit, të bruto të po ishte kronologjike kjo se qeveria para jush i ngrinte çmimet, pastaj ajo ishte ajo vazhdimësia e saj dhe e shifnim që kishte ngritje enorme të çmimeve pa bazë ekonomike dhe pa një arsye logjike se pse ndodh ajo, ku në anën tjetër domethënë çmimet e derivatës të naftës uleshin, çmimet e energjisë elektrike uleshin dhe nuk kishte bazë ekonomike sepse duhet që të ngriten çmimet e artikujve ushqimor dhe atyre jo ushqimor dhe ne kemi qenë aty për t'u dalë në ndihmë qytetarëve dhe kemi sjellë vendime të cilët kemi arritur që të mbrojmë standardin e qytetarëve, shportën e tyre konsumatore familjare dhe ashtu të mbrojmë edhe xhepin apo xhepin familjar, cilën ata e kanë dhe shpenzimet, të ulim kostën apo shpenzimet të cilët ata i kanë brenda muajit. Sa i përket këtij viti, domethënë ne për çdo ditë nëpërmjet Inspektoratit Shtetëror të Tregut, për çdo ditë jemi në terren dhe për çdo ditë unë jam në komunikim me drejtorin me të cilin komunikojmë dhe shohim se si ecën trendi i çmimeve të artikujve ushqimor dhe të atyre jo ushqimor, çmimeve me pakicë. Dhe informacionet që i kemi marrë edhe nga enti statistikor është që muajin që shkoi në tetor, domethënë kemi një ulje të inflacionit 0.2%, ulje e lehtë, po që presim në këtë muaj të jetë po ashtu në ulje inflacionit dhe për 1.3% kemi ulje të inflacionit tek çmimit, tek artikujt ushqimor dhe jo ushqimor të me pakicë. Dhe
kur i ketë gjitha këta parametra, gjitha këta informacione, nuk ka arsye dhe nuk ka logjik sepse duhet të sillet një vendim i tillë apo të sillet një sport e tillë ashtu siç i quanim vitin që shkoi, sport vjeshtore, e vitit të ri, e kështu me radhë, sepse e dinim që e shifnim që pikërisht sa afroheshin festat, qofshin ato fetare, shtetërore dhe kombëtare, zakonisht tregtarët në ato festat të caktuara e dinin se cilët artikuj shiteshin më shumë dhe shkonin e ngritin çmimin në ato artikuj që të rrisin edhe fitimin e tyre. Tani gjithçka është stabile, për çdo ditë thashë jemi duke monitoruar çmimin, po ashtu ndjekim edhe informacionet që i marrim nga enti statistikor, si është gjendja e inflacionit, kemi vendet në rajon të cilet kanë inflacion edhe më të lartë dhe nuk shohim një arsye sepse duhet që të intervenojmë me masë të tillë. Po, ka artikuj të cilet është rrit çmimi, po veza ta shkos fundit është bë alarmant. Po, domethënë ajo rrjedh si pasojë asaj të cilët gjithë ato fermerët të cilët kultivojnë domethënë që merren me këtë punë, me këtë industri, domethënë artikullin e parë apo lëndën e parë të cilën ata e marrin për ushqimin e puleve është soja dhe mistri. Të dy janë këto artikuj të cilët janë në berzën botërore dhe aty është rritur çmimi i këtyre shkaku i mungesës. Dhe këtu nuk kemi ne çka ndikojmë, nuk më gjeni një ministër që mund të ndikojë në berzën botërore dhe do i japim të drejtë që të ndërhy, nuk mundet që ne të ndërhyjm pasi që gjithçka varet nga ato artikuj të cilët janë në berzën botërore dhe për këtë arsye si pasojë e kësaj ka ardhur deri te rritja e çmimit të vezëve. Po ashtu edhe artikuj të tjerë të cilët janë në berzën botërore siç është kafja e shumë artikuj të tjerë që nuk varet prej neve. Për atë thash vitin që shkoi kemi sjellur vendime të tilla me propozim të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, të cilët më pastaj janë miratuar nga qeveria dhe ka pasur një bazë ekonomike, ka pasur një arsye sepse është sjellur ai vendim. Pasi që e dini që mundet edhe nga gjykata që vendimet të cilët nuk janë të drejta të anulohen dhe të bëhen si të pavlera. Dhe kemi pasur ankesa nga tregtarët të cilët janë ankuar në gjykatë, po i ka refuzuar pasi që ka pasur një arsye sepse sjellur ata vendime. Tash nuk ka ende për momentin një rritje enorme të çmimeve të artikujve ushqimor dhe atyre ushqimor me pakicë shumicë dhe prandaj nuk ka edhe arsye. Zakonisht kjo ndodh tash para periudhës së vitit të ri kur shpërndahen do thot si K15 kur marrin rroga ndoshta pak më shumë dhe bonuse të tjera dhe atëherë më duket se edhe tregtarët e shfrytëzojnë këtë moment pasi që e dinë se xhepin e qytetarëve ka më shumë të holla apo mjete dhe atëherë ndodh ajo. Mirë, po ne nuk mund të bëjmë masa retroaktive, apo në aspektet tregut gjelbart e këtyre tregjeve të cilët randosh për të kontrolluar në aspektin e tyrave dhe daleve tyre, pasi që e dim se ata nuk kanë një kompani që evidenton në mënyrë perfekte, do thot se ku porositet malli, sa shitet malli, tatimet të cilat i paguajnë, ato kanë një farë kontributi paushall të cilin e paguajnë dhe mendoj që tash do duhet inspektorët jenë pak më shumë në teren në këto tregjet e gjelbërta, pasi që besoj që do t'jetë e njëjta storia, e njëjta histori që do të praktikohet. Po, me padyshim që do t'jetë. Unë e përmend edhe në fillim që është percepcioni i tillë te qytetarët që janë rrit çmimet artikujve ushqimor dhe i kuptoj, është normale, i përmend arsyet sepse disa artikuj ushqimor kanë rritje të çmimeve, por ne nuk mundet që të veprojmë me percepcion. Ne veprojmë në bazë të numrave, në bazë të analizave, në bazë të informatave, fakteve të cilët i kemi dhe atëherë marrim një vendim i cili do të ketë edhe qëndrim dhe do të jetë vendim i cili do të jep rezultate dhe do të jetë në interes të qytetarëve ashtu siç dhanë vendimet e vitit paraprak. Shihet tash në muajin tetor kemi ulje të inflacionit. Tani për momentin është 4.5. Që i bie është inflacion i lartë. Nuk është në atë nivel në cilën është alarmant. Dhe projeksionet tona janë që për vitin 2026 të jetë ndër 3%. Dhe muajin tetor kemi ulje për 0.2%. Por mos harrojmë që në muajin tetor vitin që shkoi ka pasur një marsh për një
përkufizim të çmimit, një vendim qeverie në të cilin kemi përkufizuar çmimet dhe normalisht atëherë kanë qenë çmimet më të ulta shkaku i përkufizimit të cilit ne kemi sjellur dhe ky inflacion 0.2% do të ulet edhe më shumë në nëntor. Pasi që në nëntor vitin që shkoi nuk ka pasur vendim qeverie dhe mas. Dhe kur bëhet analiza e inflacionit merret edhe muaji vitit që shkoi, kështu që në nëntor sigurisht do të ketë ulje të inflacionit, pasi që do të ketë ulje. Do të ketë ulje. Po, nuk presim që të ketë ngritje të inflacionit dhe po, Inspektorati Shtetëror i Tregut është në terren, monitoron çmimet, nëse do të ketë sjellje të tilla devijante nga operatorët ekonomik, tregtarët, prodhuesit dhe distributorët të cilat funksionojnë në këtë veprimtari, aty jemi për qytetarët dhe menjëherë do të veprojmë me të gjitha mekanizmat të cilat i kemi në dorë. Ne dim që jemi ekonomi që mvaremi më së shumti nga konsum. Jemi që popullon ndoshta që konsumojmë shumë dhe që harxojmë në pjesën e konsumit. Dhe sigurisht që qytetarët brengën më të madhe kanë momentet kur rriten çmimet e produkteve ushqimore, çmimet e produkteve bazë, do të thotë për çmimin e kafës besoj që askush në një familje nuk do ta diskutonte se u ngrit çmimi i kafës, pasi që kafja në disa pjesë llogaritet si luks, ndërsa çmimi i vezëve dhe produkteve tjera ushqimore, siç janë produktet të qumshtit, industrinë e mishit, a do të rishikohet do thotë mundësia që në këto industri të subvencionohen, të ndihmohen nëpërmjet gjetjes zgjidhjes së subvencionimit e përmendë që nuk mund ndikojmë në berzat botërore sa i përket misrit dhe sojës, mirë po mund të ndikojmë në mënyrë subvencionimit të misrit, ndoshta si qeveri të marrim një iniciativë që këtyre njerëzve t'ju sigurojmë një sojë pak më të lirë apo një misër pak më të lirë që kemi edhe çmim më të ulët. Vetëm që të merremi vesh, nga që edhe vetë jam konsumues tepër i madh i kafes, në mëngjes kafja nuk është luks, është nevojë. Është nevojë, po, varet si e ke standard. Si bëhet standard. Kafe turke besoj se gjithë qytetarët, se ashtu siç i themi ne, kafe turke gjithë kanë në shtëpitë e tyre, nga që është më e lirë prej gjithë kafeve tjera. Kështu që po pastaj si e ke tempo, e ke mësuar veten do thotë me kafen mëngjes edhe sigurisht që pa ato funksionon. Dhe sa i përket pyetjes tuaj, pak ke si humor. Po, tjetë pak më relaksuar pak situata. Sa i përket pyetjes për tuaj për punën e subvencionimeve, domethënë është në resort tjetër, po normal që është pjesë e qeverisë që ka të bëjë me Ministrinë e Bujqësisë dhe Billtarisë, që fillimisht tani ne i vuajmë edhe pasojat cilët kanë ndodhur më herët. Domethënë fillimisht shkaku ka qenë një qeverie paraprake që prej të IPA fondet e dini skandalin e fundit i cili ndodhi si rezultati asaj që nuk janë shpërndar IPA fondet në vendin e duhur. Domethënë ka vazhduar një dinamikë e tillë ku nuk kanë shkuar në ata bujq të cilët me të vërtet punojnë dhe kultivojnë dhe veprojnë në bujqësi, kultivojnë tokat e tyre, por kanë shkuar në vende të gabuara dhe ne jemi si shtet mbi 70% jemi që importojmë produkte ushqimore, po ashtu edhe ata ushqimore, dhe kur nuk ke prodhime vendore, kur ti nuk përkrah subvencionon bizneset vendore, prodhuesit vendor, bujqit, domethënë të artikujve ushqimor të cilët i prodhojnë, normalisht ti mvaresh prej çmimeve të cilët i cakton ai shtet tjetër. Dhe kjo lidhet me resorin apo me Ministrinë e Bujqësisë, ku aty bashkërisht domethënë kemi një grup punues dhe jemi duke bërë për një strategji afatgjate, për një politik agrare kur do t'i përkrahim bujqit vendor, që ata të cilët do të dëshirojnë të punojnë do të përkrahen me subvencione apo mjete financiare, që të arrijmë edhe të ulim çmimin e artikujve ushqimor, produkteve bujqësore të cilët i prodhojnë, po ashtu edhe t'ju dalim në ndihmë dhe të arrijnë të mundin të mbijetojnë, po edhe të zhvillojnë punën të cilën e bëjnë, po ashtu edhe në domenin e Ministrisë së Ekonomisë, me ligjin i cili do të hyjë në fuqi nga 1 janari, domethënë ku do të përkrahim të gjithë prodhuesit të cilët
do të duan që të merren me një prodhim të caktuar, do të bëjnë një investim të caktuar, do të kenë mbështetje financiare prej 10 deri në 50% të investimit që të rrisin kapacitetin prodhues, të rrisin numrin e punëtorëve dhe normalisht që prodhimin cilin e bëjnë do të jetë prodhim vendor dhe do arrijnë që në këtë mënyrë domethënë të bëjmë politika afatgjate ku do të ulim çmimin dukshëm të artykeve, edhe të atyre ushqimor, edhe të atyre jo ushqimor, edhe të atyre me pakicë, edhe të atyre me shumicë, domethënë komplet zinxhirin që do jetë domethënë një ndihmë për familjet tona, për qytetarët, për konsumet e tyre dhe për shpenzimet të cilat i kanë, pasi që duhet vendosim ne çmimin, apo jo net direkt, por do e vendosin domethënë tregtarët dhe buqit çmimin e artykeve të cilët do i shesin dhe kur do i kenë atë mbështetje nga qeveria me subvencionet të cilët do të shkojnë në vendin e duhur, normalisht që edhe ata do të kenë më shumë benefite dhe normalisht që do i shesin me çmim më të ulët. Një nga çështjet të cilët është parapaq që trajtohet në këtë emision që ndërlidhet me këtë pjesë është çështja e politikave për zhvillim demografik të rajoneve, duke pas parasysh se disa rajone janë shumë ngarkuara me popullat, me biznese, me zona industriale, ndërsa disa rajone të tjera që pikërisht duhet merret me këtë industri, me industrinë ushqimore, do thotë me bujqësinë, janë duke u zbrasur. Dhe statistikisht kemi mosha e re në Maqedoni shkon drejt zvoglimit, ndërsa në rritje është mosha më madhore, apo prej moshës 65 vete tutje shtohet numri i popullatës, nga ana tjetër ulet numri i moshës rinore. Çfarë politika po merr kjo qeveri sa i përket zhvillimit demografik të vendit? Edhe kjo demografia s'është në domenin tim, por në fushën të cilën menaxhoj unë, mund t'ju them që ndërlidhen me demografin, është plani operativ. E përmenda që vlerë rekord ka pat këtë vit, domethënë kanë qenë 40 milion euro i parapam për gjithë ata të rinj dhe të re të cilët mund të hapin startupe, po edhe ata persona të cilët janë në moshë. Dhe ajo që duhet të di opinioni dhe ju është që prej gjithë atyre aplikantëve që përmenda më herët mbi 16.000 aplikantë, bashkërisht me gjithë kompanitë edhe qytetarët, 86.5% janë të ri dhe të reja, që është një shifër rekord që të ri duan të rinë në vendin tonë, në vendin e tyre dhe duan të punojnë, vetëm që duhet të jepet mundësi. Dhe e dyta është në atë plan operativ janë parapar 40% aplikimeve kanë qenë gra, domethënë të gjinisë femërore, zonat të cilët janë rurale, gratë të cilët vinë nga zonat rurale në këto aplikime të planit të punësimit ka pasur përparësi për gjithë zonave tjera, pikërisht për këtë që kemi zonat të cilat janë të koncentruara dhe të banuara me më shumë qytetarë dhe kemi zona rurale të cilat po shprazen, po ashtu edhe ligji për krahje financiare të investitorëve në qoftë se vendos dikush që të hap një kompani dhe të investon në një ndërmarrje prodhuese, për krahje financiare, vlera e përkrahjes financiare do të jetë më e madhe në qoftë se është në zonën rurale në krahasim me zonat urbane të cilët janë të stërmbushura edhe me kompani prodhuese. Në domenin tim këto janë sa i përket demografisë këto mekanizme të cilet i kam dhe kemi pasur kujdes dhe do të kemi kujdes edhe pas vitit të ri që të jenë të përfshime këto kushte apo të kenë përparësi këta qytetarë. Në domenin tuaj, cilat janë disa nga instrumentet tjera për të mbajtur të rinë në vendin tonë për pos masave për vetpunësime dhe thirrjeve do të thotë të cilat janë nga plani operativ. Po, domethënë e përmenda këtë që përveç këtyre masave, përveç planit operativ, domethënë është edhe ligji për përkrahje financiare të investitorëve ku zonat rurale dhe të rinj të cilët kanë ide për ndonjë biznes dhe për prodhim por të mos jetë tregti, do të kenë përparësi e cila është e përfshirë në kornizën ligjore, është e përfshirë në rregullorin e punës, do të kenë përparësi në dallim të mbështetjes financiare, në dallim të përqindjes, sepse kanë të drejtë të gjithë të aplikojnë, por ata të cilët janë në zona rurale dhe ata të cilët kanë idenë më të mirë për prodhim, normalisht që edhe që ka nevojë vendi jonë, do të kenë mbështetje më të madhe apo përqindje më të madhe të rimbursimit të mjeteve financiare nga ana e Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës dhe Qeverisë. Zoti Durmishi, e kishit edhe një prononcim sa i përket në rritjes pagës minimale, që thatë që nuk është
do të thotë e mundur që të jetë më shumë se 24.000 apo ajo që e parashef ligji aktual, i cili duhet të aktivizohet çdo vit të ri që i bie deri në muajin mars, miratojnë ndryshimet për ligjin e pagës minimale, cilat parametra realisht nuk mundsojnë rritjen e pagës minimale në vendin tonë. Ku ngec, do thotë që nuk mundemi ta bëjmë një pagë minimale deri në 27.000 të paktën për vitin e ardhshëm dhe pastaj të rishikohet mundësia. Atëherë, e kam përmend në shumë emisione shpesh herë dhe keq përdoret ajo deklarata apo intervista kudo që e përmendit që paga minimale, domethënë që ta bëj qartë edhe për ju dhe për opinionin, paga minimale llogaritet në bazë të një formule, në bazë të një metodologjie ku janë marrë vesh sindikatat, punëdhënësit, po ashtu edhe qeveria te Këshilli Ekonomik Social, i cili është një këshill i përbërë prej 12 anëtarëve. 4 anëtarë kanë sindikatat, 4 anëtarë kanë punëdhënësit edhe 4 anëtarë ka qeveria. Kryetari i atij Këshilli Ekonomik Social jam unë dhe udhëheqi unë me atë këshill dhe ka një marrëveshje të dakorduar në cilën janë nënshkruar dhe janë dakorduar të tre palët. Një marrëveshje që është vendosur një rregullore, është vendosur një kornizë ligjore, se dhe që në cilin vit ka qenë e nënshkruar kjo në vitet paraprake dhe një metodologji në cilët janë marrëveshje janë dakorduar dhe është në fuqi dhe askush nuk e konteston. Prej të tre palëve askush nuk thotë që është kundër asaj metodologjie, ku në mars harmonizohet paga minimale, e cila përllogaritet në bazë të formulës prej 50% të pagesës pagës neto të paguar mesatare të vitit paraprak dhe 50% shpenzimet apo kosteja e jetesës. Normalisht në bazë të dhënave të marrura nga enti statistikor, jo në bazë të dhënave të cilat i nxjerrin sindikatat apo tjerë, domethënë që janë institucione relevante dhe në mars, domethënë në bazë të gjitha parametrave, edhe pse nuk ka enti statistika nuk bën një parametër të jo, vetëm i nxjerr informacione, nuk bën domethënë vetëm i nxjerr parametra dhe dhëna, domethënë që është institucion relevant në vendin tonë dhe në bazë të gjithë parametrave, edhe pse nuk ka përfunduar ende viti, duhet përfundojë dhe më pastaj të shifen të dhëna dhe të nxirret informacione se sa do të jetë paga minimale në vitin që vjen. Do të ketë një rritje prej 1.500 deri në 2.000 dinar apo do të harmonizohet paga minimale në mars të vitit që vjen. I bie që dikundi për 25 apo për 30 euro do të ketë rritje të pagës minimale. Dhe më pastaj edhe paga mesatare, paga tjera, gjitha paga tjera për llogaritën në bazë të pagës minimale. Ajo që nuk mund të bëjmë në rritje ad hoc, atë që cilën e kërkojnë sindikatat, qeveria të sjellë vendim dhe të rrit pagën minimale në 500 euro. Unë nëse më pyetni për veten time, dua që të jetë edhe 1.000 euro paga minimale. Unë dua që të jetë edhe 800, edhe 700. Askush në vendin tonë nuk do që paga minimale të jetë më lart nga ajo që është, duke e marrë edhe aspektin politik që do të jem heroi vendit pasi që do bëj pagën minimale ashtu se gjithë. Po këtë gjë nuk mund ta bëj asnjë, do ta vendos pagën 1.000 euro pasi që do të kemi implikime të tjera ekonomike. Sindikatat kërkojnë që të jetë 500 euro, domethënë ad hoc. Po ashtu ka pasur edhe parti opozitare të cilët duan që paga minimale të sillet vetëm me një pres konferencë. Dhe duke mos analizuar produktivitetin, duke mos analizuar sektorin privat, posaçërisht edhe kompanitë e vogla dhe të mesme, të cilët nëse ne do arrisim pagën minimale ad hoc pa një analizë ekonomike, do të sjellë implikime financiare te kompanitë e vogla dhe të mesme, të cilët do të detyrohen që të largojnë punëtor nga puna shkaku i vështirësive financiare të cilët i kanë dhe automatikisht domethënë kur të lirohen punëtor nga puna duke mos e analizuar edhe produktivitetin cilën e ka sektori privat, duke mos analizuar edhe investimet, cilët janë vendet e punës cilët janë në sektorin privat, do të sjellim në një inflacion mbi 10%. Mbi 15%, siç ka qenë në vitin 2022-2023 ku inflacioni ka qenë 19%, 15%, ka pasur rastë kur ka qenë 9%, domethënë që nuk është stabil për vendin ton. Realisht atëherë ne do të kemi 500 euro, por ajo 500 euro nuk do e ketë vlerën e 400 euro sa është tani paga minimale, 24.000 dinar. Nuk do e ketë vlerë dhe nuk do të mundet të arrish t'i blesh ato
produktet cilat i ke marrë me këtë pak, shkako që do të rritet çmimi në anën tjetër, sepse nuk ke bërë një analizë ekonomike, nuk ke bërë një Kush nga palët në këtë forumi socioekonomik është për të rritë paga e kush është për që ndru në këtë metodologji? Ne si qeveri gjithmonë kemi thënë që let ulen sindikatat edhe punëdhënësit edhe let merren vesh dhe ne jemi aty për të ndihmuar. Dhe zakonisht ato dy palë, kur ulen ne jemi aty për të ndihmuar, normalisht duke bërë edhe këtë analizë cilën e përmenda unë, ato kur ulen punëdhënësit duan që edhe kjo pak minimale që është të ulet, sindikatat duan që të rritet dhe nuk arrin që të gjenjë një gjuhë të përbashkët. Ne gjithmonë kemi qenë aty dhe do jemi si ai mesi aritmetik i cili arrin të mban balancën mes të dy palëve, por gjithmonë udhëheqemi në atë në bazë të gjitha analizave të cilat i marrim, analizave ekonomike, statistikave të cilat i marrim nga një statistikor, metodologjisë, formulës të cilën jemi marrë vesh të tre palët, në bazë të këtyre parametrave udhëheqemi edhe sjellim vendime. Nga takimet me odat ekonomike të cilat ose prononcimet e tyre të cilat japin janë të një mendimi që shteti duhet të intervenojë në ulje të kontributeve. Ne jemi të gatshëm që pagën minimale ta kërcejmë direkt në 600 apo 700 euro, kompanitë private, do të thotë odat ekonomike. Pasi që ne e dimë se pjesa dërmuese e atyre personave që është diku një numër 50 deri 70.000, të cilët janë me pagë minimale, janë nëpër institucione shtetërore. Jo domosdoshmërisht të gjithë, por pjesa dërmuese janë në institucione shtetërore. Dhe andaj mendoj që duhet bërë ndoshta matja e produktivitetit në institucionet shtetërore, se sa ju ofrojnë shërbime kompanive private, sepse ata janë të gatshëm, por nga ana tjetër kërkojnë nga ana e shtetit që të ulin kontributet. Sa kjo gjë është diskutuar në takimet e juaja në Këshillin Socioekonomik dhe sa është hapësira për t'ia ul kontributet, pasi që sinqerisht i kemi kontributet më të larta në rajon. Në Këshillin Ekonomik Social trajtohen gjitha temat, normalisht për të sjellë vendime dhe për të trajtuar temat e veçanta kur e bëjmë rendin e ditës apo kur e përpiloj rendin e ditës i caktoj se cilat tema do të diskutohen, edhe hapet debat për ato tema, diskutohet dhe si vendimet sillen me votim të gjitha palëve duke mos anashkaluar asnjë palë, dhe normalisht që diskutohet edhe kjo, dhe kontributet është problem shkaku implikimeve financiare që mund të kemi të ulim kontributet, ndërsa sa i përket çështjes që për të rritur paga vetëm neto, sa i përket sektorit privat, diskutohet dhe ka edhe grupe punuese të cilët bisedojnë rreth kësaj teme dhe në qoftë se do të ketë një konkluz apo një vendim, cili do të qoftë ai, aq që përmenda edhe në fillim që ne jemi këtu që t'ju ndihmojnë dhe t'i ndihmojnë procesit duke u dalë në ndihmë edhe sindikatave, po ashtu edhe prodhuesve, sa i përket përgjithësuaj edhe dhomës ekonomike. Pasi që shumë është paradoksale kur i shohim në lajme që vendimet për rritjet pensioneve po shkojnë gjykatë kushtetuese, po kemi rritjet pensioneve 15.000 dinar, po pastaj sipas ligjit prap 2 herë në vit rishikohet mundësia për rritje lineare, kjo rritje që tani më po duhet gjej zgjidhje në gjykatën kushtetuese, një rritje paradoksale që ndodh për pensionistët. Nga ana tjetër, në raport me një njeri i cili jep kontribut dhe është fuqi punëtore aktuale në vendin tonë, shkon rritet për dikon 35 euro që e thatë ju, 1.800 dhe 2.000 denari rritet paga minimale, ndërsa një pensionisti që ndoshta pa dashur ti dëmtojmë ata, ndoshta 10 vite, 20 vite i cili konsumon pension, i rritet pensioni 6.000 denar, ndoshta 7.000 denar brenda 2 viteve, ndërsa një punëtor i aktiv i cili është duke punu, ati i rritet dikon mos themi 4.000 denar rroga minimale. Është shumë paradoks i madh. Vetëm që një informat që paga minimale është baza ku përllogëriten gjithë pagat e tjera. Dhe nëse e marrim në vendin ton, kemi dikun të 800.000 qytetarë të cilët janë të punësuar si në sektor privat, po ashtu edhe në atë shtetëror, 30.000 deri në 35.000 qytetarë janë të sektorit privat që marrin pagë minimale të deklaruar. Dhe nëse e bëjmë atë përllogaritjen, i bie diku te 3 apo 4% e atyre qytetarëve. Ka matje për shembull në këtë aspekt që sa prej tyre vetë punësimeve deklarohen me pagë minimale. Prej 100% të punësimeve, 96% janë që nuk marrin pagë minimale. Domethënë një vesh 3 apo 4% të cilët e marrin pagën minimale në krahasim me numrin e punësimeve. Po paga minimale është veç baza ku përllogëriten gjithë pagat e tjera. Sektori privat
pjesa dërmuese, 96% e qytetarëve më nuk marrin pagë minimale. Në sektorin shtetëror apo në atë administrativ publik, ata të cilët i kanë pagat minimale kanë edhe pagat tjera shtesë të cilët i ndërlidhen me kontributet apo për sa vite ka punuar apo për llogaritet edhe produktivitetit cilin i bën gjitha këta dhe ai domethënë e ka të përshkruar pagën minimale, por ama realisht nuk merr pagë minimale. Gjitha këta shtesa të cilat i merr çdo qytetar që është i punësuar në administratë publike ju garantoj që merr më shumë se sa paga minimale. Paga minimale është vetëm baza për të përllogaritur gjithë pagat tjera në nivel shtetëror dhe krijohen implikime financiare tek pagat tjera. Prandaj mbas të formulës bashkëmarrëveshjes e cila është tripalshe, kur do të bëhet harmonizimi i pagës minimale në mars, do të ketë rritje prej 25 apo 30 euro, ku më pastaj do të përllogëriten gjithë pagat tjera, paga mesatare, paga më e lartë, kështu me radhë. Dhe unë ju garantoj që vetëm 3% e qytetarëve në sektorin privat janë ata të cilët marrin pagë minimale. 97% tjerët nuk marrin pagë minimale, por marrin shumë paga më të mëdha. A mendoni se ka diskriminim në bazë të pagave, në marrë parasysh të koeficienteve të cilat ndoshta duhet të përmirësohen, ndoshta duhet të rishikohen edhe një herë, pasi që kemi parë që shumica e çështjeve apo e korrupsionit në nivel të administratës publike apo të punësuarve nga buxheti shtetëror detyrohen që ta bëjnë këtë nga mospërputhja e asaj që ai punon temi një mjek me një pozitë tjetër e cili kanë rroga shumë të përafërta. A ka kështu lloj rishikimesh për në të ardhmen për ta bërë ndoshta pak më të dinjitetshme punën e çdo njerit për atë që ka kryer? Normalisht në sektorët që janë të rëndësishëm, siç është arsimi, shëndetësia dhe policët, janë 3 segmente kryesore të cilët e mbajnë, apo 3 shtylla kryesore të cilët e mbajnë shoqërinë. Arsimi edukon gjeneratat, pa shëndetësi e pa polici është problem që të kemi edhe jetë të shëndetshme, po ashtu edhe jetë të sigurt në vendin tonë. Dhe ne që në ardhjen tonë, e dini që në vitin që shkoi, domethënë që në fillim të vitit 2025 kemi rritur pagën në shëndetësi, rritëm pagën në arsim, rritëm pagën në polici, 3 segmente të ndryshme apo shtilla kryesore të shoqërisë tonë. Dhe nëse ka apo është evidente apo evidentohet ndonjë korrupsioni i tillë, duhet që të paraqitet para organeve të drejtësisë që më pastaj duhet të ndërmarrin masat e tyre, por në qoftë se do të hyjmë në atë se si janë të rregulluara pagat në sektorin publik, nga 1 janar i këtij viti, domethënë kemi bërë ndryshime në pagat ku më nuk do të ketë bashkëpunëtor të ri me 10 apo 20 vite. Po, në bazë të ligjit, të gjithë ata të cilët do të punësojnë dhe do të bëjnë 2 vite përvojë do të ngriten në detyrë nga bashkëpunëtor të ri në bashkëpunëtor të lartë, këshilltar, udhëheqës njësi, udhëheqës sektori, zëvendësues udhëheqës dhe kështu me radhë, siç janë të renditura në sistematën e çdo institucioni publik që funksionon në vendin tonë, dhe me këtë metodë do arrijmë që të ndalojmë edhe ndikimet partijake brenda administratës, domethënë të keq përdorin gjatë zgjedhjeve, po ashtu do të ndikojmë edhe në uljen e korrupsionit. Zoti Durmishin, përfund edhe një pyetje sa i përket kompanive të huaja të cilët kohës së fundit po shihet që apo mbyllen apo largohen nga zonat industriale në vendin tonë. Cila është e vërtetë e gjithë kësaj amullie, pasi që ka opinione nga më ndryshme sa i përket kësaj situate në opinion? Po pati 2 kompani të cilat jo për arsyet tona, po për arsyet të veta, domethënë investitorë të huaj të cilët do të largohen, njëra do të mbyllet për arsye që produktin cilin e prodhon ajo, marrëveshjen cilin e ka me kompani cila është në vendet e Bashkimit Evropian, domethënë ajo kompania ka ndërprer kontratën me këtë kompani e cila është në vendin tonë, thjesht vazhdon me kompani tjetër dhe nuk është se jemi fajtor ne, po sidoqoftë ka kompani të cilat të reja, të cilat tani më vetëm se vendosin gur themele dhe nisin investimet në vendin tonë dhe do të nisin shumë shpejt edhe me punimet. Është fenomen që gjithkund ndodh, po ashtu edhe te ne, dhe unë ju garantoj që në vitin që vjen
do të ketë shumë kompani të cilat do të vinë dhe do të investojnë dhe do të hapin vende të reja të punës për gjithë qytetarët e vendit tonë. Zoti Durmishi, faleminderoj për prezencën e juaj në emisionin tonë dhe për opinionet të cilat i ndat bashkë me ne dhe me shikuesit tanë. Faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, qëndroni me programin tonë në vazhdim të këtij emisioni ku kemi parapara dhe disa nga temat të cilat e kanë shoqëruar vendin këtë javë në aspekt ekonomik. Çmimet e disa produkteve bazë përfshirë qumështin, produktet konditore dhe ato të miellit po hynë në një fazë stabilizimi pas luhatjeve të fundit ad hoc, siç ishte rasti i vezëve, thot për Business Plus afaristi Xhamali Dauti. Sipas tij, kjo bazohet në zhvillimet në tregun global, të cilat tregojnë një trend rënës që pritet të vazhdojë edhe në muajt e ardhshëm. Në anën tjetër, sa i përket debateve të shumta rreth asaj se sa duhet të rritet paga minimale, Dauti potencon se ajo duhet të arrijë në 700 deri në 800 euro dhe që qeveria të merr përsipër barën fiskale për të bërë këtë hap të realizueshëm për bizneset. Rritjet e fundit që ndodhin të janë ad hoc të ndonjë artikullit një produkti, siç ishin vezët, me që produktet që të konsumit gjerë i ndjekim edhe i përcjellim në një nivel global, është një trend i ramjes të produkteve të qushit dhe pritet në të ardhmen duke pas parasysh rrethana që krijohen në sasitë e prodhuara në tregjet globale dhe regionale, çmimet e produkteve të qushit. Gjithashtu çmimet e produkteve të konditorisë, apo populli thotë çokoladave dhe napolitankave këndej. Vitin e kaluar kishte një rritje enorme të çmimit të kakaos në berzat botërore. Tash ajo shkon të ra dhe normal në mënyrë indirekte do të shkon trendi i ramës së produkteve të konditorisë. Gjithashtu edhe produktet me baza të miellit kanë një trend të ramjes. Nuk do të pritet një ramje drastike, por ka trend të ramjes dhe të stabilizimit të çmimeve. Në situata momentale mund të ndodhë, por ato janë si flus që rriten edhe kthehen në nivelin e duhet. Përkundrazi, në rastet e fundvjetit dhe festat që ndodhin, të tregtarët e tablum japin lloj aksionesh, promocionesh, lirimesh, Black Friday që si thonë, edhe ajo nuk ndikon në rritjen e çmimeve, ndikon në rritjen e konsumit, ndikon në rritjen e sasive të shitura, por nuk ndikon në rritjen e çmimit. Që nga themelimi i saj deri sot jemi promotor dhe kërkues që niveli i pagës minimale të rritet dhe jemi më të zanshëm të 2024-ën që dikujt i duket e pakuptim që niveli i pagës minimale të kaloj jo 500 euro, po tash diku te 700 ose 800 euro, po ka një punë këtu në. Me që sektori privat, ajo paga minimale më nuk përdoret të kompanitë tona, po është diçka më e lartë. Është përgjegjësi që duhet marrë qeveria. Qeveria duhet pjesën e rritjes pagës minimale të kontributeve edhe të tatimit personal të rrogës udhore që merr pagë minimale duhet të tërhiqet, të liroje, që të mundësojë kompanive pagën minimale në mënyrë administrative të rritin, jo me formula të llojshme që i kanë aty. Thje diku te 700 ose 800 euro. Kjo reflekton në zhvillime tjera të ekonomisë, edhe në mirëqenien e punëtorëve, por edhe në ngritjen e konsumit dhe profitabilitetin, por rritjen e prodhimit në sektorët e ekonomisë, edhe shërbime. Bullgaria hyn zyrtarisht në Eurozonë me 1 janar 2026 duke zëvendësuar levën me euro. Për ekonominë është hap pozitiv, por në teren nuk është dhe aq i lehtë.
Në fshatin Krumnov, shumë pensionistë po shohin euron për herë të parë dhe frika nga mashtrimet është më se reale. Policia u ka shkuar derë për t'i mësuar se si duken banknotat dhe si do të mbrohen. Shitjet thonë se të moshuarit do të jenë sfida kryesore, të paktën derisa të mësohen me monedhën e re. Kryetari i komunës u rekomandon përdorim të kartelave bankare si opsionin më të sigurt. Autoritetet bullgare ndërkohë presin kursime të ndjeshme nga kalimi në euro. Nga 1 janari vitit 2026, Bullgaria do të zëvendëson levën bullgare me euron, duke u bërë kështu anëtari 21 i eurozonës. Kjo pritet të forcojë ekonominë bullgare dhe do të sjellë përfitime të mëdha për qytetarët dhe bizneset. Por kjo si duket do të paraqet problem për më të moshuarit apo pensionistët, ku një numër i konsiderueshëm i tyre nuk e njohin madje fare se ekziston një valutë euro. I tillë është edhe rasti me pensionistët e fshatit Krumov, të cilët u vizituan nga përfaqësues të policisë për t'u treguar atyre se si duken banknotat në euro dhe u dhanë këshilla se si të mbrohen nga mashtrimet pas 1 janarit. Shumë prej banorëve të moshuar pranuan se blerje do të jenë pjesa më e vështirë për ta. Disa thanë se fillimisht do të mbështeten të anëtarët më të rinj të familjes, ndërsa të tjerë u shprehën të shqetësuar se edhe vetë shitësit mund të mos jenë të njohur me monedhën e re. Për herë të parë po e shoh këtë kartë monedhë. Nuk kam parë kur dollar apo euro më parë. Këtu e preki dhe kontrolloj shenjën, vijën e vogël, dhe këtu është e printuar. Kur është shkritësisht e lëmuar dhe nuk ndjen asgjë tjetër, do të thotë që është e falsifikuar. Është hera e parë që shoh euron, po mendojmë se do t'ja dalim. Kam të rinj në shtëpi, do të këshillohem me ta. Në fillim ata do të bëjnë pazaret sepse nuk do të mund t'ja dalë në dyqan. Sepse as ata nuk janë mësuar ende, shitësit, dhe padashje mund të na mashtrojnë, por shpresoj që sapo t'i marrim parat, të mund t'i shikojmë me qetësi në shtëpi. Kryetari i Krumovës Stojan Minçev rekomandon pagesat me kardela si mënyrë më të sigurt të përdorimit të euros. Opsioni më i mirë është pagesa pa kontakt. Aty nuk mund të ndodhë asgjë e gabuar. Transaksionet kalojnë përmes sistemit bankar dhe problemi zhduket. Nëse duhet kontrollojnë kartë monedhat, duhet të përdorin një dritë UV. Do të ndihmojë shumë. Autoritetet bullgare presin se me këtë vendim, shteti i tyre në nivel vjetor do të kursejë rreth 195 milion euro nga konvertimi i levës në euro. Të nderuar shikues, këtu e përmbyllim këtë edicion të këtij emisioni Business Plus. Bashkë mirupafshim javën e ardhshme, natën e mirë.